vetëm Shqipëria me Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ne ndjehemi krenar për marrëdhëniet e shkëlqyera që kombi shqiptar ka me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj dhe ftesa për të bërë pjesë e kësaj iniciative i është drejtuar Shqipërisë dhe Kosovës. Dhe parafolsi kishte detyrimin të kërkonte edhe një tjetër ndjesë, që herës tjetër u ngrit këtu dhe bëri propagandë, sikur ai që i ka thënë presidentit Trump turpi i njerëzimit ishte i vetmi lider në Ballkan që ishte ftuar të bëheshe pjesë e bordit paqes. Dhe u detyrua presidentja e Kosovës ta nxirrte ashtu siç është, gënjeshtar, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin ftuar në këtë bord Shqipërinë dhe Kosovën për shkak të rolit të jashtëzakonshëm që ka kombi jon, jo thjesht në paqen Ballkan, por në paqen në Europë dhe më gjerë. Dhe për